Lugë të mesme mjaltë. Edhe nëse është më të vjedhura, domethënë. Po, për shkak të, domethënë, sheqerave natyrale dhe mineraleve që i përmbajnë mjalta, e çka ndikon mjalta në këtë rast, bashkë me natriumin që përmban orizi dhe krejt përbërësit natrium përmban edhe kokosi, ndikon me aktivizu enzimat trece dhe në këtë rast stabilizohet, kryesisht fillon më stabilizu gjendja. Edhe pse është me vjellje, du të me shtu mjaltën, e dini për shembull dhe këto tretësirat që blihen banatore janë kanë shije tëmbël, shumica kanë për shkak që ka nevojë për glukozë, për sheqerna për me prodhu energji. Në këtë rast e kemi shtu sheqerin prej mjaltës. Kjo sasi pihet gjatë gjithë ditës kështu her pas here, domethënë kur sasi që duhet ta konsumojmë. 250 ml preferohet gjatë ditës me glënka. Kuptohet që shpihet edhe tretësira elektrolit, çdo 5 minuta një lugë gjellës ose një glënk. E te fëmijët 150 ml mjafton.